Ajo që mendon një burr kur sheh se dinjiteti yt është më i fortë se dashuria jote për të, nuk është e bukur, as e butë dhe as e këndshme. Është shkatëruese për egon e tij, sepse këtu ai nuk humb vetëm afeksion, por humb pozicion. Ky video nuk ekziston për të të ngushëlluar apo për të të rritur vetvlerësimin. Ai ekziston për të treguar mekanizmin psikologjik të saktë që aktivizohet kur ai zbulon se nuk mund të ketë më me çdo kusht, dhe kur kjo ndodh, asgjë nuk ndihet më njësoj për ju të dy. Këtu do të dëgjosh 6 hapat e vërtet mendor që kalon mendja e tij kur dinjiteti yt merr përparësi, nga hutimi fillestar te thyrja e brendshme deri në pikën ku dinamika përmbyset përgjithmonë. Nëse largohesh para fundit, humbet pjesën më të rrezikshme dhe vendimtare, atë që e ndan gruan që dorëzohet sërish nga gruaja që kurrë më nuk merret si e mirëqen. Ky nuk është një përmbajtje e zakonshme. Është mesazhi që duhet ta dëgjosh të plot nëse nuk dëshiron të humbësh veten përsëri për shkak të dashurisë. Jung paralajmëroi se askush nuk përballet me një tjetër njeri pa u përballur më parë me hijen e vet. Dhe pikërisht kjo po ndodh këtu. Dinjiteti yt e detyron atë të shohë atë që ka shmangur. Nëse diçka nga kjo tashmë po të prek, abonohu dhe shkruaj unë të lexoj në komente. Kështu YouTube kupton që kjo reflektim meriton të vazhdoj më tej, sepse kur e dëgjon këtë në momentin e duhur, nuk ndryshon vetëm gjendjen tënde shpirtërore, por ndryshon strukturën e brendshme nga e cila ti dashuron. Hapi i parë. Momenti kur ai kupton se ti nuk je më e negociueshme. Dëgjo me vëmendje, sepse këtu thyet një fantazi shumë e përhapur. Një burr nuk e kupton se po të humb kur ti largohesh. Ai e kupton kur nuk mund të lëviz më brenda teje. Nuk është një fjali, as një kufi i shpallur, as një skenë emocionale, është një ndryshim i heshtur i pozicionit të brendshëm. Dhe kur kjo ndodh, ai e ndjen shumë kohë para se ta shpjegoj me fjalë. Dua ta sqaroj me një rast të vërtetë. Chris Bell erdhi në këshillim me një histori që përsëritet më shpesh se sa mund ta imagjinosh. E dashur, e thellë, e përkushtuar. Ajo nuk lutej, nuk ndiqte, nuk bënte skena. Nga jashtë të gjithë do të thoshin, ajo ka dinjitet. Por brenda ajo negocionte në heshtje, justifikonte mungesat, priste shumë, mbante vogëlsira të padrejta për të mos qenë e bezdishme. Derisa diçka ndryshoi, jo jashtë, por brenda, dhe ky lëvizje aktivizoi thyrjen e parë të vërtet në mendjen e tij. Për vite me radhë Chris Bell e ngatëronte durimin me dashurinë e pjekur. Ajo mendonte se të kuptuarit do të thoshte të dorëzoheshe, se përshtatja do të thoshte kujdes, dhe pa e kuptuari mësonte sistemit të saj të brendshëm dhe atij të tij se vendi i saj mund të zgjerohej pa u thyer. Çdo pritje e gjatë, çdo përgjigje e vakët, çdo nuk ka problem i grumbulluar formonte një dinamik të heshtur. Nuk kishte keqdashje, por as rritje. Sepse kur përshtatesh tepër, tjetri kur nuk e ndjen urgjencën për t'u rregulluar, dhe kjo ndihet edhe kur nuk thuhet. Thyrja nuk erdhi me përplasje dere apo me lodh. Erdhi ditën kur Chris Bell ndaloi së shpjeguari tepër. Diçka nuk i përshtatej më dhe ajo nuk e justifikoi. Diçka e shtrëngonte dhe ajo nuk e gëlltiti. Ajo nuk iku, nuk kërcënoi, nuk u ankua, thjesht ndaloi së tradhtuari veten në gjërat e vogla. Ky gjest, i padukshëm por radikal, rikonfiguronte gjithçka. Sepse kur kthehesh te vetja, energjia jote ndalon së luturi, ndalon së përshtaturi tjetrin që të mos largohet. Dhe kjo ndihet si një humbje e menjëhershme e aksesit. Këtu shfaqet reagimi i parë mendor mashkullor. Nuk është ende frikë, është shqetësim. Ai nuk kupton çfarë ka ndryshuar. Ai ndjen vetëm se diçka nuk reagon më njësoj. Heshtja jote peshon ndryshe. Kufit e tu nuk tingëllojnë mbrojtës. Prania jote nuk ofrohet më si më parë, dhe kjo e detyron atë të vëzhgojë, jo për të kujdesur, por për t'u ripërcaktuar. Sepse kur një grua ndalon së qenie e negociueshme pa e shpallur, burri përballet me një ndjenjë të re. Dinamika që ai e merrte si të garantuar nuk është më e tillë. Jung do të thoshte se në këtë pikë aktivizohet hija.
Ai pjesë e psikes që reagon kur humb kontrollin emocional, jo dominimin, por aksesin. Ai nuk mendon, do ta humbas. Ai mendon diçka më të thellë, nuk e kuptoj më nga ç'vend të lidhem me të. Më parë, kur Chris Bell ikte, ai humbiste një grua. Tani, kur ajo ikte, ai humbiste një pozicion të brendshëm komod dhe kjo e trondit më shumë se mungesa fizike. Sepse dashuria mund të zëvendësohet, por dinjiteti i mishëruar jo. Është e rëndësishme ta shohësh qartë. Kjo nuk ndodh kur ti largohesh, por kur bën 3 lëvizje të brendshme. Ndalon së qëndruari aty ku trupi yt shtrëngohet për të mbajtur marrëdhënien. Ndalon së shpjeguari veten dikujt që nuk është i gatshëm të të dëgjojë. Fillon të marrësh vendime të vogla që përputhen me ty, edhe nëse tjetri nuk i pëlqen. Jo për të provokuar, por për të respektuar veten. Kur e bën këtë, nuk bëhesh e ftohtë, bëhesh e qartë. Dhe qartësia është thellësisht frikësuese për dikë që ishte komod në paqartësinë tënde emocionale. Burri fillon të mas, të vëzhgoj kohë, fjalë, reagime jo sepse po manipulon, por sepse ti ke ndaluar së manipuluari veten që ai të qëndroj. Këtu thyet fantazia e tij, ajo është gjithmonë aty. Dhe kur kjo siguri bie, mendja e tij hyn në alarm. Nuk është ende dashuri, është riorganizim. Sepse askush nuk vlerëson atë që ndihet si pa kushte, por vlerëson atë që ka kufi të heshtur. Ky është fillimi i vërtet i respektit psikologjik. Shumë gra besojnë se dinjiteti është ashpërsi. Jo, dinjiteti është koherencë e brendshme që mbahet në kohë. Chris Bell nuk u bë distancuar, ajo u bë integruar, dhe kjo aktivizoi një pyetje të rrezikshme tek ai. Çfarë vendi kam unë tani? Ti nuk je më reagim, ti je prani. Ti nuk ndjek më, ti zgjedh. Dhe kjo zgjedhje e vazhdueshme, pa fjalë, çarmatos çdo dinamik të bazuar në rehati. Nuk ka ndëshkim këtu, ka strukturë, dhe struktura vendos më shumë rend se çdo deklaratë dashurie. Ky hap është i heshtur, por i pakthyeshëm, sepse sapo sistemi yt të mësoj se nuk ka pse të shtrëngohet për të dashur, nuk kthehet më prapa. Ai e ndjen, edhe nëse nuk e artikulon. Ai e di që diçka ka ndryshuar, që nuk mund të mbështetet më te fleksibiliteti yt emocional, dhe kjo e detyron atë të përcaktohet, të rritet ose të tërhiqet. Të dyja opsionet lindin nga i njëjti vend, kthimi yt te vetja, jo nga një kërcënim i jashtëm, por nga një integritet i brendshëm që nuk negociohet më. Dua ta mbash këtë fjali si spirancë, sepse ndryshon të gjithë lojën. Nuk kam nevojë të largohem për të ndaluar së qeni e negociueshme. Duhet të kthehem te vetja. Kur e integron këtë, lidhja ndalon së mbajturi nga inercia dhe mendja mashkullore, kur humbet komoditetin, fillon të krahasoj jo me ty të së kaluarës, por me çdo grua tjetër që nuk mishëron këtë nivel koherence. Dhe aty fillon diçka edhe më e thellë. Në hapin tjetër do të hymë në këtë pikë kritike. Pse dinjiteti yt aktivizon më shumë respekt se sa gjithë dashuria që ke dhënë? Sepse pa e vënë re, ai fillon të mas atë që kishte me ty, krahasuar me atë që tani nuk mund ta marrë më aq lehtë. Ky është momenti kur loja e brendshme bëhet e pakthyeshme dhe kur ti pushon së qeni kujtim për t'u bërë referencë. Hapi i dytë. Pse dinjiteti yt aktivizon më shumë respekt se gjithë dashuria që keni dhënë së bashku. Kjo dhemb, por çliron. Dashuria, kur nuk ka strukturë, bëhet peizazh. Është aty, mban, por nuk vendos rend. Ajo që me të vërtetë e riorganizon mendjen e një burri është forma e brendshme nga e cila ti dashuron. Kur dashuron pa u braktisur, kur nuk zvogëlohesh që të përshtatesh, ai nuk mund të lexojë më nga komoditeti. Dhe kjo ndryshim i heshtur, i fortë, peshon më shumë se çdo premtim emocional që ke bërë më parë. Gabimi i zakonshëm është të mendosh se dhënia e më shumë dashurisë sjell më shumë angazhim. Jo, ajo sjell më shumë zakon. Ndërsa dinjiteti fut një variabël të ri, konsekuencën. Jo ndëshkim, jo ftohtësi, por koherencë. Jung shpjegoi se psika respekton atë që ka kontur. Kur ke kufi të brendshëm të qartë, tjetri ndjen se ka diçka që nuk mund ta kaloj pa u transformuar dhe kjo zgjon respektin,
para se të zgjojë dëshiren, sepse tani ai nuk të zotëron emocionalisht, ai duhet të pozicionohet përballë teje. Këtu ndodh një krahasim i pavetëdijshëm. Ai fillon të kontrastojë. Nuk e shpreh me fjalë, por e ndjen. Prania jote aktuale kundrejt versionit të mëparshëm që përshtatej gjithmonë. Qetësia jote kundrejt pritjes tënde të vjetër. Dhe ky krahasim krijon tension të brendshëm, sepse më parë dashuria jote ishte e garantuar, ndërsa tani qasja nuk është. Dhe kur qasja pushon së qeni e sigurt, mendja mashkullore hyn në vlerësim, jo romantik, por strategjik. A do të ngrihem apo do ta humbas këtë vend? Ky pyetim shënon një para dhe një pas. Shumë gra besojnë se kjo është manipulim. Jo, nuk është. Manipulim do të ishte të ndryshoje për të provokuar reagim. Këtu ti nuk ndryshon për të, por nga koherenca me veten, dhe kjo ndihet ndryshe. Energjia jote nuk shtyn më, nuk kërkon, nuk përshtatet, ajo thjesht është. Dhe ky prani e qëndrueshme, pa përpjekje, çarmatos më shumë se çdo fjalë, sepse ai nuk mund të mbështetet më te fleksibiliteti yt emocional për të mbetur i pandryshuar. Tani ai duhet ose të rritet, ose të ndihet në siklet derisa të largohet. Në këshillim, kjo shfaqet te fjalit e tyre të hutuar. Nuk e di ç'po ndodh me mua. E ndjej atë ndryshe. Më parë ishte më e thjeshtë. E thjeshta nuk është dashuri, është qasje pa pasojë. Dhe kur kjo humbet, shfaqet diçka e re, vëmendja e vërtetë. Jo gjithmonë e shëndetshme, jo gjithmonë e pjekur, por më në fund vëmendje, sepse dinjiteti yt e detyroi sistemin e tij të zgjohej, jo nga frika se do të humbiste fizikisht, por nga ndjenja se po humbte një vend të brendshëm që i jepte siguri pa përpjekje. Këtu është vendi ku shumë gra dyshojnë dhe tërhiqen. Kur ai fillon t'i afrohet ndryshe, të mas, të jetë më i vëmendshëm, shfaqet tundimi për t'u dorëzuar përsëri, dhe aty vendoset gjithçka. Sepse nëse e përdor dinjitetin si strategji, ai zbehet, por nëse e mban si identitet, ai forcohet. Jung do të thoshte se ky është momenti kur lidhja pushon së qeni projekcion dhe bëhet zgjedhje e vetëdijshme, dhe jo të gjithë janë gati të zgjedhin nga ai vend. Dinjiteti yt nuk garanton që ai do të qëndrojë. Ai garanton diçka shumë më të rëndësishme, që ti nuk humb veten. Dhe paradoksalisht, kjo është ajo që ka më shumë ndikim, sepse ti nuk lëviz më nga frika e humbjes së tij, por nga respekti për boshtin tënd të brendshëm. Dhe kjo autonomi emocionale ndryshon ekuilibrin. Ai nuk është më gjykuesi. Tani është ai që kupton nëse mund të jetë në nivelin e koherencës që ti mishëron, pa e shpallur. Ky respekt nuk lind nga sakrifica, por nga kufi. Jo nga drama, por nga qetësia e mbajtur. Kur nuk reagon nga lëndimi, por nga qartësia, ai nuk mund të luajë më në të njëjtin nivel si më parë, dhe kjo e shqetëson, por edhe e zgjon. Sepse dinjiteti nuk josh si lidhja, por lëgjurm, një gjurm që nuk fshihet lehtë, edhe kur marrëdhënia përfundon. Ti bëhesh referencë e brendshme, jo kujtim romantik. Dua ta shohësh këtë pa idealizim. Disa burra rriten përballë kësaj, të tjerë tërhiqen. Të dyja rezultatet janë koherente. Ajo që ndryshon është se ti nuk negocion më qendrën tënde për të mbajtur dikë. Dhe kur dashuria jote vjen nga ai vend, ajo pushon së qeni ofertë e vazhdueshme dhe bëhet zgjedhje e ndarë. Ky është dallimi midis të qenit e dëshiruar dhe e respektuar. Dhe mendja mashkullore, edhe kur nuk e pranon, gjithmonë e di kur ndodhet përballë të dytës. Në hapin tjetër do të hyjmë në një zonë edhe më delikate. Çfarë ndodh kur ai fillon të ndiejë frikë? Jo frikën për të humbur ty, por frikën se nuk është i mjaftueshëm për të mbajtur. Aty shfaqen sjellje kontradiktore, afrime dhe tërheqje, teste të heshtura. Dhe nëse nuk e kupton këtë pikë, mund ta ngatëronsh intensitetin me dashuri. Por kur e kupton, ti qëndron e palëkundur ndërsa dinamika përmbyset nga brenda. Hapi i tretë, kur respekti fillon të kthehet në frikë të heshtur. Nuk është frika fëminore për të humbur, por frika e rritur për të mos qenë në lartësi. Këtu mendja mashkullore bie në kontradikt. Ai do t'i afrohet, por ka frikë të ekspozohet.
të kërkon e pastaj tërhiqet, jo sepse po luan, por sepse identiteti i tij po riorganizohet. Dinjiteti yt e detyron ta shoh veten pa jashtëkun e disponueshmërisë tënde, dhe kjo aktivizon frikë të brendshme, edhe kur jashtë ruan qetësi ose distancë. Kjo frikë nuk shprehet me fjalë të qarta. Ajo shfaqet si paqartësi, mesazhe të vakta, gjeste intensive të ndjekura nga heshtje të gjata. Ai teston nëse je ende aty, por jo më nga i njëjti vend. Dhe kur vëren se ti nuk reagon si më parë, se nuk ndjek dhe nuk ankohesh, ankthi rritet, sepse tani ai nuk mund të vetë rregullohet përmes reagimit tënd emocional. Jung do ta quante këtë një përballje me vetveten e vërtet, pa maska. Dhe jo të gjithë mund ta përballojnë këtë shikim të brendshëm. Këtu shumë gra e interpretojnë gabim momentin, e ngatërojnë intensitetin me përparim, besojnë se afërsia e ndërprerë është shenjë e dashurisë që po zgjohet. Jo gjithmonë. Ndonjëherë është thjesht një sistem që po përpiqet të rikthejë kontrollin. Detyra jote nuk është ta deshifrosh atë, por ta mbash veten. Kur nuk lëviz nga frika, kur nuk i mbush boshllëqet, ai përballet me diçka të re, me boshllëkun e tij. Dhe kjo përballje mund ta transformojë ose ta çojë drejt arratisjes. Ajo që ka rëndësi është kjo: dëgjoje me qetësi. Dinjiteti yt nuk i përshpejton proceset, i zbulon ato. Nëse ai të afrohet nga prania, ti do ta ndjesh. Nëse të afrohet nga frika, gjithashtu. Dallimi qëndron te qëndrueshmëria. Dashuria e lindur nga frika kërkon prova të vazhdueshme. Dashuria e lindur nga respekti kërkon koherencë, dhe kur ti nuk e lëshon qendrën tënde, bëhesh filtri natyral që ndan njërin nga tjetra, pa thënë asnjë fjalë. Në këtë pikë, dinamika ka filluar tashmë të përmbyset. Më parë ishe ti ajo që matje kohët, fjalët, gjestet. Tani është ai. Ai vëzhgon nëse je ende e disponueshme, nëse diçka zbutet, nëse ti përshtatesh sërish. Dhe kur ti nuk e bën këtë, shfaqet një ndjenjë e pakëndshme, por zbuluese. Ai nuk të ka më të siguruar. Jo sepse po largohesh, por sepse nuk je më e varur. Kjo pavarësi emocionale është ajo që riorganizon më shumë perceptimin e tij për vlerën tënde. Jung pohonte se dëshira autentike lind kur tjetri nuk mund të zotërohet, por vetëm të gjendet. Dinjiteti yt të heq nga vendi i objektit emocional dhe të kthen në subjekt, dhe kjo e ndryshon shikimin. Ti nuk je më ajo që është gjithmonë aty, ti je ajo që zgjedh të jesh aty. Ky ndryshim duket i lehtë, por transformon të gjithë përvojën e lidhjes, sepse tani ai nuk lidhet me përkushtimin tënd, por me praninë tënde të vetëdijshme. Ky është një seksion delikat edhe për ty, sepse kur ai tregon frikë ose hutim, mund të zgjojë rolin tënd të vjetër, të qetësosh, të shpjegosh, të mbash. Këtu vendoset nëse dinjiteti yt është identitet apo strategji. Nëse ti e ringarkon lidhjen, sistemi kthehet te ajo që njeh. Nëse ti qëndron, instalohet diçka e re. Jo nga ftohtësia, por nga koherenca e brendshme. Dhe kjo koherencë fillon t'i kërkoj prej ti një pozicion më të qartë. Disa burra ngrihen në këtë pikë, bëhen më të pranishëm, më emocionalisht përgjegjës. Të tjerë treten, jo sepse ti ke bërë diçka gabim, por sepse niveli është ngritur dhe dinjiteti nuk negocion lartësi. Ti nuk shtyn, nuk kërcënon, thjesht nuk zbret. Dhe kjo e rikonfiguron lidhjen pa konfrontim, sepse respekti i vërtet nuk imponohet, ai mishërohet. Dhe kur është i mishëruar, nuk mund të injorohet më. Dua që të vëresh diçka të rëndësishme. Kur ai fillon të ndryshojë, nuk është sepse ti e ke bindur, por sepse integriteti yt e ka konfrontuar me veten. Dhe kur ai nuk ndryshon, as kjo nuk është dështim, është informacion. Dinjiteti yt të kursen vite konfuzioni, të tregon kush mund të të takojë në nivelin ku je dhe kush mundi të të donte vetëm kur ti zvogëloheshe. Kjo qartësi dhem në fillim, por çliron në afat të gjallë. Në hapin tjetër do të hymë në pikën pa kthim. Kur ai kupton se nuk mund të kthehet më te versioni yt që përkulej, shfaqet aty një vendim i brendshëm përfundimtar. Jo gjithmonë i vetëdijshëm, por përcaktues.
dhe sipas mënyrës se si ti qëndron aty, ky vendim mund ta transformoj thellë atë, ose të vulos mbylljen përfundimtare me një elegancë që më parë nuk ishte e mundur. Hapi 4. Momenti kur ai kupton se nuk ka më kthim. Versioni i teje që priste, që përshtatej, që lëshonte për të mbajtur, nuk kthehet më. Dhe kjo siguri nuk vjen me një bisedë, por me një ndjenjë të brendshme të pakthyeshme. Ai nuk mund të provokojë më të njëjtën reagim nga ti. Ai nuk mund të mbështetet më te disponueshmëria jote emocionale. Diçka është mbyllur, jo nga mlefi, por nga koherenca. Dhe kur kjo ndodh, mendja e tij pushon së testuari dhe fillon të vendos nga një vend më i thellë. Këtu shfaqet një pikëllim i heshtur. Ai nuk vajton mungesën tënde fizike, ai vajton humbjen e një dinamike që i jep të siguri pa përpjekje. Dhe kjo dhem më shumë se sa i imagjinon, sepse të përballesh me një grua që nuk tërhiqet më, të detyron të pranosh kufit e tu. Jung e quante këtë vdekja e një projekcioni. Ti nuk mban më boshllëqet e ti, dhe kur projekcioni bie, mbeten vetëm dy rrugë, të piqet ose të tërhiqet emocionalisht. Nëse ai vendos të qëndrojë, diçka ndryshon në mënyrën se si të sheh. Jo më nga komoditeti, por nga respekti i vetëdijshëm. Ai fillon të vetë rregullohet, të marrë përgjegjësi emocionale, të mas atë që ofron, jo nga frika se do të humbas, por sepse kupton se nuk mund të mbajë më nga i njëjti nivel. Digniteti yt e ka ngritur standardin pa e kërkuar, dhe kjo lëvizje e rikonfiguron lidhjen. Ti nuk je më streh, ti je takim, dhe jo të gjithë dim të duan prej aty. Nëse ai vendos të largohet, mbyllja është ndryshe. Nuk ka dram të zgjatur, as lojra të pafundme. Ka një ndjenjë të qartë kufiri të brendshëm. Ti nuk ndjek shpjegime, nuk përpiqesh ta bindësh, dhe kjo lë gjurmë, sepse edhe nëse largohet, ai merr me vete një referencë të pashlyeshme, atë të një gruaje që nuk e negocioi boshtin e saj për dashuri. Ky imazh rikthehet më vonë, kur dinamika të tjera nuk mjaftojnë më. Kjo pikë është shumë e rëndësishme për ty, sepse zakonisht këtu shfaqet dyshimi. A isha shumë e fortë, ti ishe koherente, dhe koherenca nuk është kurrë teprim. Dashuria që mbijeton vetëm kur ti zvogëlohesh, nuk është dashuri, është varësi. Digniteti yt nuk ka shkatëruar asgjë të vlefshme. Ai vetëm ka zbuluar çfarë nuk mund të mbahej në nivelin tënd. Dhe megjithse dhem ta lëshosh, diçka në ty nis të pushojë. Nuk ka më tension të vazhdueshëm, as dorëzim të heshtur ndaj vetvetes. Jung do të thoshte se këtu fillon individimi yt i vërtet. Ti nuk e definon më veten përmes zgjedhjes së tjetrit, por përmes zgjedhjes tënde për veten. Dhe kjo identitet transformon të gjitha lidhjet e tua të ardhshme, sepse tani ti nuk dashuron nga mungesa, por nga prania. Ti nuk kërkon të jesh e mjaftueshme, ti je e tillë tashmë. Dhe kjo energji ndryshon mënyrën se si të tjerët të afrohen, jo nga kërkesa, por nga njoja. Digniteti yt bëhet filtri natyral. Ky hap shënon përfundimisht para dhe pas. Nuk ka rëndësi nëse ai kthehet ose jo. Ti nuk kthehesh më te versioni yt që priste thërrime, dhe ky është fitimi i vërtetë. Sepse tani ti e di se nuk ke nevojë për intensitet për të ndjerë e vlefshme, as për premtime për të qëndruar. Qetësia jote bëhet shtëpia, dhe aty mund të hyjë vetëm ai që di ta banoj pa u përpjekur ta trazoj për të ndjerë më i madh. Shumë burra e kujtojnë këtë lloj gruaje, jo me nostalgji romantike, por me respekt të vonuar, sepse ajo ishte ajo që u tregoi kufirin që nuk mund ta kalonin. Dhe ky kufi, larg se qeni mur, i konfrontoi ata me veten. Ti nuk mësove përmes fjalës, por përmes mishërimit. Dhe kjo është ajo që mbetet, kur gjithçka tjetër tretet me kohën. Dua që të marrësh frymë këtu, sepse ky nuk është një moment ashpërsie, por qetësie. Ti nuk ke më nevojë të mbash të pambajtshmen. Nuk ke nevojë të përkthesh veten për t'u dashur. Digniteti yt nuk të izoloj, të rregulloj. Dhe kur brenda je e rregulluar, jashtë fillon të përgjigjet ndryshe, jo gjithmonë shpejt, jo gjithmonë lehtë, por gjithmonë më me sinqeritet. Në hapin e fundit do ta mbyllim rrethin.
Çfarë ndodh kur ti e integron këtë si identitet, jo si reagim ndaj një historie të caktuar, si rishkruhet mënyra jote e të dashurit dhe e të qenit e zgjedhur, aty ku ti nuk e definon veten nga kush qëndron, por nga ajo që nuk do të lejosh më kurrë. Kjo është pika ku dashuria pushon së dhe mburi dhe fillon të ndihet e vërtetë. Hapi 5. Kur ti e integron dinjitetin si identitet, jo si përgjigje ndaj një plage. Këtu ti nuk vepron më nga e kaluara, ti vepron nga prania. Vendimet e tua nuk kërkojnë efekt, kërkojnë koherencë dhe kjo vërehet. Poja jote peshon, joja jote pushon. Nuk ka urgjencë për të përcaktuar asgjë, sepse ti je tashmë e përcaktuar nga brenda. Kjo stabilitet ndryshon mënyrën se si të lexojnë, sepse nuk ka më çarje emocionale përmes të cilave dikush mund të hyjë për të negociuar vlerën tënde. Në këtë pikë, dashuria pushon së qeni një test i vazhdueshëm. Nuk ke më nevojë për shenja për t'u ndjerë e sigurt. Trupi yt është i përafruar me kufit e tu, fjala jote me veprimet e tua. Dhe kjo kongruencë, aq e thjeshtë dhe aq e rrallë, bëhet magnetike, jo përmes joshjes, por përmes qartësisë. Kush afrohet e ndjen dhe kush nuk mund ta mbajë, largohet pa zhurmë. Dinjiteti nuk diskuton, ai rregullon fushën. Këtu ndodh diçka delikate. Fillon të vëresh se nuk ngjitesh më pas premtimeve të paqarta ose intensitetit pa drejtim. Sistemi yt e dallon ndryshimin midis pranisë dhe lojës. Kjo kursen kohë, energji, iluzione. Nuk bëhesh kërkuese, bëhesh precize. Dhe preciziteti emocional është një gjuhë që e kuptojnë vetëm ata që janë të gatshëm të lidhen pa lojra. Të tjerët bien vetë, pa përplasje. Jung fliste për integrimin si aktin e ndërprerjes së fragmentimit për të pëlqyer. Këtë po bën ti këtu. Nuk ndan më atë që ndjen nga ajo që lejon. Nuk negocion intuitën tënde për të mbajtur një lidhje. Dhe kur dikush përpiqet të kalojë një kufi, trupi yt reagon para fjalëve të tua. Nuk ka zemërim, ka tërheqje elegante dhe kjo tërheqje, larg se qeni mbyllje e zemrës, e mbron atë. Kjo është pika ku shumë thonë, nuk tërheq më të njëjtin lloj njerëzish. Saktësisht, sepse ti nuk transmeton më nga mungesa. Dinjiteti yt ndryshon frekuencën. Nuk thërret më ata që duhen mbajtur, por ata që din të mbajnë veten. Dhe kjo nuk garanton sasi, garanton cilësi. Më pak zhurmë, më shumë të vërtetë. Më pak frikë, më shumë zgjedhje. Jeta jote sentimentale nuk thjeshtohet sepse ti dashuron më pak, por sepse dashuron më mirë veten. Këtu kujtimi i tij humbet fuqi, jo sepse ai nuk ishte i rëndësishëm, por sepse ai nuk është më qendra. Qendra je ti dhe prej andej e kaluara rregullohet pamëllef. Je mirënjohëse për atë që mësove dhe ecën përpara. Nuk ka llogari të hapura, ka mbyllje të brendshme. Kjo është çlirimi i vërtetë, jo kur tjetri kthehet ose kërkon falje, por kur ti nuk ke më nevojë për të qenë në paqe. Ky ndryshim vërehet edhe në heshtje. Ti nuk shpjegon më kufit e tu, nuk justifikon vendimet e tua, thjesht vepron në koherencë. Dhe kjo koherencë bëhet normaliteti yt i ri. Kush vjen vonë te kjo, e ndjen. Nuk ka qortim, ka distancë natyrale. Dinjiteti nuk ngrit mure, ai vendos pragje, dhe kalon vetëm ai që di t'i kaloj pa pushtuar. Kur shikon mbrapa, kupton diçka të rëndësishme, nuk ke humbur dashuri. Ke fituar strukturë të brendshme, dhe kjo strukturë është baza e çdo lidhjeje të shëndetshme. Pa të, dashuria të imbush dhe dhem. Me të, dashuria përmbahet dhe rritet. Jung do të thoshte se këtu lidhja pushon së qeni kompensim dhe bëhet takim i vërtetë. Dy njerëz emocionalisht të pjekur që zgjedhin njëri tjetrin, jo kanë nevojë për njëri tjetrin. Ky është trashëgimia e dinjitetit tënd, jo të ndryshosh askënd, por të vendosësh veten në një vend tjetër, të dalësh nga roli i opsionit të përhershëm dhe të banosh rolin e zgjedhjes së vetëdijshme. Dhe prej andej gjithçka riorganizohet. Marrëdhëniet e tua, energjia jote, vendimet e tua. Nuk ndjek më, tërheq pranin. Nuk ke më frikë të humbësh, beson në aftësinë tënde për të zgjedhur më mirë.
Dhe tani, në mbyllje të këtij cikli, kujtoje këtë, sepse përmbledh gjithçka të mëparshme. Dinjiteti yt nuk të largon nga dashuria, të çon te ajo e duhura. Nuk të bën të paarritshme, të bën të vërtetë. Dhe kur je e vërtetë, dashuria pushon së qeni betejë dhe bëhet shtëpi. Prej këtej nuk kthehesh më, sepse nuk kërkon më të jesh zgjedhur, ti zgjedh veten. Hapi 6. Kur gjithçka rikonfigurohet nga brenda. Ti nuk vepron më nga reagimi, por nga identiteti. Kjo është pika ku dinjiteti pushon së qeni koncept dhe bëhet mënyra jote natyrale e të qenit në botë. Nuk pyet më se çfarë duhet bërë që tjetri të qëndrojë, pyet nëse kjo lidhje nderon atë që ti je tani. Dhe kjo pyetje e heshtur udhëheq çdo vendim. Nuk ka urgjencë, nuk ka frikë, ka një qetësi të qëndrueshme që nuk negociohet. Këtu ndodh diçka e thellë. Sistemi yt nervor mëson se dashuria nuk ka pse të dhemë për të qenë reale. Nuk ngatëron më intensitetin me lidhje, as sakrificën me përkushtim. Trupi yt njeh kur diçka është e shëndetshme dhe kur nuk është. Dhe kjo inteligjencë e brendshme të kursen shpjegime të pafundme. Nuk ke nevojë të mbyllësh cikle me fjalë. I mbyll me koherencë dhe kjo koherencë ndjehet edhe në heshtjen tënde, edhe kur nuk thua asgjë. Shumë burra nuk e harrojnë një grua të tillë, jo sepse ishte e përsosur, por sepse ishte e ndershme, sepse nuk e tradhtoi veten për t'u zgjedhur, sepse tregoi pa fjalë si duket dikush që e respekton veten. Jung tha se ajo që nuk integrohet, përsëritet dhe ti theve përsëritjen. Duke bërë këtë, u bëre një pikë referimi e brendshme për atë që të njohu. Jo të gjithë e vlerësojnë në moment, por të gjithë e kujtojnë. Ky është vendi ku dashuria pushon së qeni lojë psikologjike. Nuk ka më teste, strategji, role për t'u mbajtur. Ka prani, ka zgjedhje të ndërsjellë. Dhe kur kjo nuk ekziston, ka paqe, sepse vlera jote nuk varet më nga të qenit e dëshiruar, por nga të qenit besnike ndaj vetes. Kjo besnikëri e brendshme është baza e çdo lidhjeje që ja vlen. Pa të, gjithçka negociohet, me të, gjithçka rregullohet. Dua ta dëgjosh këtë me butësi. Jo të gjithë mund të duan nga ky nivel. Dhe kjo nuk është humbje, është pastrim natyral. Dinjiteti yt nuk përjashton, ai filtron. Ai lejon të hyjë ai që mund të mbajë një lidhje pa u mbështetur te sakrifica jote. Dhe megjithse rruga bëhet më selektive, bëhet edhe më e lehtë. Më pak zhurmë, më pak konfuzion, më shumë të vërtetë. Kur ta integron këtë, nuk shikon më pas me faj, shikon me mirë kuptim. Kupton pse je dorëzuar, pse ke pritur, pse je përshtatur. Dhe kupton edhe pse nuk mund ta bësh më, jo sepse je ashpër, por sepse je rritur. Dhe rritja do të thotë të lëshosh versionet e vjetra të vetes. Kjo është gjithashtu vetdashuri, ajo që nuk ka nevojë të provohet, vetëm të mbetet. Carl Jung fliste për individuimin si aktin më të guximshëm të njeriut, të bëhesh kush je vërtet, edhe nëse kjo do të thotë të humbasësh lidhje që ekzistonin vetëm nga varësia. Ti e ke bërë këtë rrugëtim dhe duke e bërë, ke ndryshuar mënyrën se si dashuron, zgjedh dhe le të zgjedhin. Nuk kërkon më të plotësohesh, ti ndan nga mbushuria. Kjo është dashuria që nuk konsumohet. Nëse ky mesazh të preku, qëndro edhe një moment. Jep një like dhe abonohu. Veprime të vogla që e lejojnë këtë hapësirë të rritet me ty. Dhe më trego në komente cila pjesë të preku më shumë, sepse kur ndajmë nga e vërteta, YouTube shtyn përpara atë që vendosim së bashku, dhe ky lloj reflektimi e gjen vetëm atë që është gati ta dëgjojë. Mos e harro këtë kur mbyllet videoja. Dinjiteti yt nuk është barrierë, është një fener. Ai nuk e tremb dashurinë, e orienton atë. Dhe kushdo që vjen te ti nga tani e tutje, do të vijë duke ditur se nuk mund të marrë si të mirëqen, por mund të gjejë përmes zgjedhjes. Ky është ndryshimi midis një lidhjeje që konsumon dhe asaj që qëndron. Sot nuk largohesh me teknika, largohesh me një të vërtetë të mishëruar. Nuk ke nevojë ta provosh vlerën tënde, as të bindesh dik të qëndroj. Prania jote e thjesht, e përafruar dhe e fortë, thot gjithçka.
Si kujtesë përfundimtare, integroje në një fjali që do të shoqëroj nga tani e tutje, sepse ajo përcakton vendin tënd të ri. Unë jam kufiri që mëson të duash me të vërtetë.